Kalojmë të vlogu tjetër, ishte vlogu protestës. Vlogu protestës është i çik temë delikate, por duke qenë se në kohën që ishte në ecuri e sipër protesta revolucioni Flamingo, po ato kohë nisën startuam edhe ne me vloget tona. Kurse unë kam një kujtim, mami, që jam dire lirë dhe shumë, ua më i bëj një atje muaj, si më duke i vetja muaj. Unë si kur isha kështu e para, këto qaja, njerëzit, doja të përtisja, këtu e shkallova, se më du si kur e shkalluar, na që mi që bërën qik montaj, më qyqe. E kishe me merak ti që të ishen protestet, kishte ngel pa e bërë check-in. Se dhe kja tje lartë, për shumë, kur vem nga dynjan tjetër, do iqen dhe revolucionare, do them atyre që unë jam edhe revolucionare, për të drejtat kam luftuar, do me thonë e kuptot ashtë të qik. Po jo këtu poshtë, tuk nuk shkruajnë me asgjë këtu poshtë. Se filluan të shkruajnë, u paguajnë, ka përqeshur. Me vërtet, ka gjithmonë, edhe komentet mira dhe komentet negativa. Vetëm atje lashtë i du privilegjet. Këtu që ta dini juve, faleminderit shumë, Rita dhe Roza i rofshi shpatullat e tyre, edhe ka i besoj se u morën vesh. Dolëm vetëm për të qenë pjesa asaj gjëja aq madhështore që e mbështeti një popull i tërë dhe ne bashkë me ta. Po, është kujtimi bukur.